Unë mendoj që njerëzit ja dinë vlerën gazetarëve atëherë kur mbyllen të gjitha dyert e pushteteve të tjera dhe gjithmonë dera e gazetarëve është e hapur. Dhe këtë e them me përgjegjësi të plotë, shumë njerëz të cilët janë falendëruar pafundësisht pasi kanë shkuar, le të themi në gjykata me vite, nuk kanë përfunduar lëndet e tyre dhe kur kemi filluar ne të hulumtojmë sikur janë kthyer proceset mbrapa dhe është ky pushteti i katërt që është i palëkundur dhe gjithmonë mbetet aty. Njerëzit edhe mund të kenë kritika sepse në fund të ditës në momentin që ne vendosim të merrem me gazetarimin në shërbim të publikut dhe publiku gjithmonë ka diçka për me thënë. Unë nuk shqetësohem për atë pjesë. Unë shqetësohem vetëm që të jem korrekt me publikun, të jem profesionalisht e vërtet, të mos e them asnjëherë një fjalë e cila mund të vihet në pikpyetje apo të vërtetohet e kundërta. Për mua është jashtëzakonisht kjo e rëndësishme. Se si reagon pastaj masa është komplet normale. Masa mund të reagojë ashtu siç do. Është krejt në rregull. Unë e kam e rëndësi të jem në rregull me parimet e mia profesionale dhe asnjëherë të mos njihem për shpifje, për mungesë profesionalizmi apo për mungesë edhe njerëzie.